Po vuaj, s'mundem më. Tea Trifoni reagon papritur dhe tregon çfarë po ndodh me ta. Ish konkurrentja e përputhen Tea Trifoni ka bërë disa ndryshime në fizikun e saj. Fillimisht, 23 vjeçarja vendosi ballonin nga strek për të rënë në peshë e më pas ju nënshtrua një ndërhyrje në gjoks për ta zmadhuar atë. Së fundmi, ajo ka realizuar një bisedë me ndjekësit e saj në Instagram ku zbuloi një ndërhyrje tjetër që ka bërë dhe foli për problemet me kilogramë të tepërt dhe ankthen. Stres për mua janë kilogramet e tepërt dhe barku obez, i shkruan një ndjekës ish konkurrentes së përputhen. Tea tregoi se vitin e kaluar ajo ka qenë më e dobët se kurrë dhe përsëri dëshironte të ishte më mirë pasi lexonte komentet në rrjet. Duke zbuluar eksperiencën e saj, ajo e këshilloi ndjeksen që ta doj veten siç është. Sado moral të bëj unë, nuk do të ndihesh më mirë dhe nuk ka për të ikur ky stresi deri në momentin që do vendosësh të duash veten tënde ashtu siç je. Ti mund ta humbësh atë peshën e tepërt që mendon se ke, mund ta bësh stomakun e sheshtë dhe mund të jesh më e dobët siç ke qenë gjithë jetën tënde, edhe prap nuk do të pëlqej vetja. Nuk do të pëlqej vetja sepse mendoj se të kërkosh trup më të tonifikuar se që ke, do të duash këmbë më të gjata se që ke, do të duash duar më fine, prap nuk do të pëlqej vetja, deri në momentin që të vendosësh të duash veten ashtu siç je. Ndërkohë, mua fillimisht më dilnin rrudhat nga që isha dobësuar aq shumë, pastaj vendosa t'i thirrsja mendjes dhe të kujtoja se para se të filloja të dëgjoja njerëzit që komendonin në mënyrë se si u ndukesha, unë isha shumë e lumtur me veten time. Nuk ka rëndësi çfarë thonë të tjerët. Kështu fillova të haja dhe të shijoja çfarë të doja. Një tjetër ndjekës i ka kërkuar asaj një këshill për problemin me ankthin. Tea zbuloi se vuan vet nga ankthi dhe po këshillohet me një psikolog për ta ndihmuar. Për këtë nuk të këshilloj dot, sepse vuaj vet nga ankthi dhe akoma nuk i kam bërë dot derman. Nuk di si ta heq. Sigurisht duhet këshillohesh me psikolog, sepse profesionistët e asaj fushë janë të vetmit që mund të ndihmojnë. Unë këtë po bëj dhe vet, tha ish konkurrentja.